Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjatë takimit që pati me shqiptarët që jetojnë e punojnë Athin, kryeministri Edi Rama e njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste u kërkoi atyre votën për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ai premtoi futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda mandatit të 4 qeverisës. Gjatë një vizite të kryer në zonën e Dropullit, turist nga Greqia mbetën të mahnitur nga mikpritja dhe bujaria e dropullitëve. Ata patën mundësinë të shijojnë traditat dhe kulturën e pasur të kësaj zone, ndërkohë që vizituan gjithashtu Sarandën dhe Himarën, ku tërhoqën nga bukuritë natyrore dhe atmosfera mikpritëse. Prej më shumë se 5 dekadash, mjeshtri Dropullit Stefan Laze i ka dhënë jetë Bakrit duke shndruar të zanat në një pjesë të pandashme të jetës së tij. Ajo që nisi si një mënyrë për të mësuar një profesion, u kthye në një pasion që sfidon kohën. Artizani 65 vjeçar rrëfen se puna me Bakrin është e vështirë, por gjithashtu e bukur. Mësuesi veteran Kristofor Milori nga fshati Vrioni i Finiqit është një simbol i mbjetesës gjatë sistemit totalitar nga statusi i armik i popullit. Ai arriti të bëhet një edukator i nderuar i brezit të ri. Me një përkushtim të jashtëzakonshëm për arsimin, Milori u bë një figurë frymëzuese për shumë breza. Ju njohim tani më gjërësisht gjatë një takimi që pati me shqiptarët që jetojnë e punojnë në Athin, kryeministri Edi Rama e njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste u kërkoi atyre votën për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ai premtoi futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda mandatit të 4 qeverisës. Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, gjatë takimit që pati me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Athin, u kërkoi atyre votën në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ai premtoi futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda mandatit të 4 qeverisës nëse fiton zgjedhjet dhe u tha të pranishmëve se brenda vitit 2027 jemi gati ta mbyllim kapitullin me ju dhe brenda një dekade të jemi bashk. Kur ne prindet u erdhëm këtu, u detyruan të bëjmë shumë gjëra për të mbijetuar. U detyruam ta ulin kurrizin deri në tokë për të mos e humbur betejën. U detyruam të bëjmë punë që ti, biri apo bia jon, as nuk mund të imagjinosh sot që i ke të gjitha të mirat dhe shkon në shkollë, shkon në universitet dhe të duket se jeta ka qenë gjithmonë kështu. Por të gjitha këto i bëm për ty, i bëm për ju, dhe tani jemi shumë të lehtësuar sepse juve duhet ta respektoni atë kryqin e bardhë në flamurin e Greqisë, sepse është vendi që ju ka adoptuar, por ama nuk keni nevojë që shqiponjën në flamurin e kuq ta harroni apo aq më keq ta ndroni. Ju jeni shqiponja dhe ju do t'jeni gjithmonë shqiponja. Dhe me pasaportën europiane të shqiptarëve dhe të shqiptareve, ju do të uleni në çdo tryezë të Europës për gjithmonë si shqiponja. Duke filluar nga data 1 prill e këtij viti, eksportuesit shqiptar duhet ju përmbahen në rregullave të reja për hyrjen e mallrave në territorin e BE. Sistemi ynë synon të rrisë sigurinë e mallrave dhe të luftoj kundra vajtje doganore, duke përmirësuar kështu mjedisin tregëtar në BE dhe duke kërkuar bashkëpunim të ngushtë midis eksportuesve dhe autoriteteve doganore për një qarkullim efikas dhe të shpejt të mallrave.
Duke filluar nga data 1 prill do të nisë zbatimi i procedurave të reja ICS2 për hyrjen e madrave në Bashkimin Evropian, i cili zëvendëson sistemin ekzistues ICS1. Eksportuesit shqiptar duhet të përshtaten me rregullat e reja dhe të komunikojnë me partnerët e tyre në BE për të shmangur pengesat e transportit të madrave. Sipas rregullores së re, operatorët e biznesit duhet të dorëzojnë deklaratën përmbledhëse hyrëse për çdo mall të transportuar, drejt ose përmes BE-s përpara mbërritjes së tij. Në rast të rrisqeve të identifikuara, eksportuesve mund të kërkohet të japin informacione shtesë, të kryen kontrolle të ngarkesave të tyre ose në disa raste të ndalohet transporti i madrave. Operatorët duhet gjithashtu të bëjnë njoftimin e mbërritjes në zyrën e parë doganore të hyrjes dhe të paraqesin madhrat për inspektim. Eksportuesit që nuk janë pajisur me numrin përkatërs duhet të aplikojnë pranë doganave të vendeve anëtare ku operojnë. Sistemi i ri i Bashkimit Evropian synon të rrisë sigurinë e madrave që hyjnë në BE, duke aplikuar një procedurë doganore të standardizuar për të gjithë mënyrat e transportit, përfshirë transportin rrugor, hekurrudor, ajror dhe duke përmirësuar kështu aftësinë e BE-s për të parandaluar dhe luftuar kundra vajte doganore, si dhe duke siguruar një mjedis tregtar dhe më të sigurt. Shkolla 9-vjeçare Avni Rustemi në Tepelen i është nënshtruar një rikonstruksioni total duke marrë një pamje moderne dhe më funksionale. Investimi prej 108 milion lekësh i mundësuar nga Ministria e Arsimit dhe Bashkia Tepelen ka siguruar kushte më të mira për rreth 250 nxënës që mësojnë aty. Me përfundimin e këtij projekti, pritet që të nisë edhe investimi për rikonstruksionin e shkollës 7 Marsi po në këtë qytet. Shkolla 9-vjeçare Avni Rustemi, një prej institucioneve më të rëndësishme arsimore të qytetit të Tepelenës, i është nënshtruar një procesi të plotë restaurimi pas shumë vite shpritje. Kjo shkollë po merr një tjetër pamje me ndërhyrje në strukturë, rikonstruksion të plotë të klasave, sistem të ngrohjes dhe ambienteve sportive, një investim që i shërben jo vetëm nxënësve të sotëm, por edhe brezave të ardhshëm. Duke e kthyer këtë godi në një hapësirë moderne mësimi dhe zhvillimi, ky projekt është pjesë e investimeve që po bëhen për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në Tepelen nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me këtë bashki. Sipas të dhënave, ky investim shkon në vlerën e rreth 108 milion lekëve i mundësuar nga Ministria e Arsimit dhe Bashkia Tepelen. Aktualisht në këtë shkollë mësojnë rreth 250 nxënës, të cilët tashmë do të kenë një mjedis më të përshtatshëm dhe me standarde bashkëkohore për të zhvilluar procesin mësimor. Rikonstruksioni i plot jo vetëm që përmirëson cilësinë e ambienteve të brendshme, por edhe krijon kushte më të mira për zhvillimin e ambienteve sportive dhe ekstrakurrikulare, duke ndikuar pozitivisht në përvojën arsimore të nxënësve. Me përfundimin e këtij investimi, së shpejti pritet që të nisë edhe konstruksioni i shkollës 7 Marsi në Tepelen. Ky projekt do të ndjekë të njëjtin model për modernizimin e ambienteve mësimore, duke u siguruar që brezat e ardhshëm të mësojnë në kushte më të mira dhe me pajisje të përshtatshme për një arsim cilësor. Gjatë një vizite të kryer në zonën e Dropullit, turist nga Greqia mbetën të mahnitur nga mikpritja dhe bujaria e banorëve vendas. Ata patën mundësinë të shijojnë traditat dhe kulturën e pasur të kësaj zone, ndërkohë që vizituan gjithashtu Sarandën dhe Himarën, ku u tërhoqën nga bukuritë natyrore dhe atmosfera mikpritëse. Në 10 ditësin e fundit të marsit filloi dhe fluksi vizitorëve grek në bashkinë e Dropullit, e cila ofron 56 monumente kulture dhe natyre, si dhe një kulinari shumë të veçantë. Siç shprehin edhe vetë vizitorët në mikrofonin e televizionit publik, ata ngelen të mahnitur nga virtytet që i karakterizojnë banorët vendas. Jam i emocionuar nga shpirti dhe frima e identitetit që gjeta tek banorët e Dropullit. Vizituam gjithashtu Himarën dhe Sarandën, po këtu gjetëm një frymë vëllazërore. Njëkohësisht na pëlqeu kulinaria e zonës, si dhe monumentet e veçanta. Shqipërinë e vizitoj për herë të parë dhe jam i surprizuar. Edhe unë e vizitoj për herë të parë vendin tuaj. Vërej se janë bërë shumë ndërtime gjatë viteve të fundit, por ka shumë nevojë për përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës që të arrini standardet evropiane, por mikpritja e banorëve këtu në Dropull më ka befasuar. Madje, edhe festën e tyre kombëtare, ata patën fatin ta festojnë me banorët e Dropullit.
Bashkia Dropull ka nisur përmirësimin e infrastrukturës që të çon drejt siteve turistike në këtë zonë. Gjithashtu po punohet edhe për shtimin e sinjalistikës informuese për vizitorët për të qenë gati për sezonin e ri turistik. Gjatë vitit 2024, zona e Dropullit u vizitua nga mbi 50.000 vizitorë, të cilët u tërhoqën nga bukuritë natyrore e kulturore të kësaj bashkie, ndërsa edhe për këtë vit pritshmëritë janë të larta, ku Bashkia Dropull synon të bëhet një prej destinacioneve kryesore të jugut të Shqipërisë. Dropulli, një nga destinacionet më të veçanta në jug të Shqipërisë, po përgatitet për sezonin e ri turistik me një sër investimesh dhe përmirësimesh. Bashkia ka nisur punën për rehabilitimin e infrastrukturës që të çon drejt siteve më të rëndësishme historike dhe natyrore, duke u siguruar që vizitorët të kenë një eksperiencë më të lehtë dhe më të këndshme. Po ashtu po shtohet edhe sinjalistika informuese për të orientuar më mirë turistët dhe për të promovuar bukuritë e kësaj zone. Është përmirësimi i rrugëve që të çojnë në këto site, për shembull përmirësimi i rrugës amfiteatrit Sofratikës, përmirësimi i rrugës Dhuvjanit e manastirit e Julitës që është lart në fshat, është vendosja e sinjalistikave orientuese në fshatra dhe në manastire, që kështu që turistët ta kenë sa më të lehtë orientimin. Edhe gjatë këtij viti, Dropulli është shndruar në një nga destinacionet më të preferuara si nga turistët e huaj, ashtu edhe nga vizitorët vendas. Magjia e kishave të vjetra, fshatrave malor si Sotira, fshati Dervician si dhe mikpritja e banorëve, kanë bërë që kjo zonë të tërheqë gjithnjë më shumë njerëz. Përveç peizazhit dhe trashëgimisë kulturore, turistët kanë mbetur të kënaqur edhe nga kuzhina tradicionale, një tjetër arsye që i rikthen sërish në këtë krahin të pasur me histori dhe traditë. Disa nga zonat e preferuara nga turistët janë kishat manastiret, janë fshatrat malore, fshatrat turistike si Sotira, edhe fshati Dervician që është fshati më i banuar në Dropull, ka turista, ka vizitor, gjithashtu edhe pjesa e gatimeve, kulinaria, e cila pëlqejet nga vizitorët, nga lokalet e vendit, nga restorantet që janë në bashkinë e Dropullit. Gjatë vitit që kaloi ka pasur mbi 50.000 vizitor që kanë kaluar nga krahina e Dropullit, nga bashkia. Gjatë vitit 2024, Dropulli ka pritur mbi 50.000 vizitor, një shifër që pritet të rritet edhe më shumë fal promovimit dhe investimeve të vazhdueshme të zonës. Prej më shumë se 5 dekadash, mjeshtrit Dropullit Stefan Laze i ka dhënë jetë bakrit, duke shndruar këtë zanat në një profesion të mirëfillt, i cili u kthye edhe në një pasion që sfidon kohën. Artizani 65 vjeçar rëfen se puna me bakrin është e vështirë, por gjithashtu e bukur. Prej më shumë se 50 vitesh, mjeshtri Stefan Laze realizon punime të ndryshme në bakër. Artizani Dropullit e nisi gjithçka për të mësuar një zanat, ndërkohë që me kalimin e viteve, kjo mjeshtëri u kthye në pjesë të pandashme të jetës së tij. Unë këtë zanat e mësova në Gjirokastër, në vitin 77. Qenë diu sallar atje, di vëllezër, Arseni dhe Panajoti. Edhe atje mësova zanatin. Edhe punova në kooperativë, një 2-3 vjetë, në bas kooperatives, futëm në ndërmarrjen e riparim shërbimit. Po tani vështirë ishte si ta mësosh të zanat, nuk është kollaj shpje të betë këtë zanat. Po, fillimisht, me një qikë vështirësi, e mësuam. Erdhem këtu, ndenjem ne atje të kustaj një vit, edhe pasaj erdhem këtu, avash. Edhe kemi tani, po thoj se 50 vjetë kje punoj këtë zanat. Për artizanin 65 vjeçar të realizosh punime në bakër është e vështirë, por gjithashtu edhe e bukur. Kërkon durim, vullnet, por merr kënaqësi kur njerëzit të vlerësojnë për punën e bërë dhe i cilësojnë të dobishme në përdorimin e përditshëm. Po patjetër, ku bën një punë të mirë, patjetër ju do vlerësohet, se unë kam 50 vjet këtu që punoj këtë zanat. Edhe kur e merr tjetri një kazan për të nxjerrë raki, nëse nuk do t'ja bësh mirë kazanin, do vitë nesër do thotë nuk më bëre punë, s'është jam stabil, nuk jam i lëvizshëm. Për shembull, ai gjesh i lëvizshëm, për shembull, mund të shkojë në një vend, e shite kazanin, i guaj.
Nxorja apo nxorë raki, nuk do ta gjesh me ade usta. Kurse këtu është ndryshe. Me kalimin e viteve, kërkesat për punimet në bakër nuk janë më si dikur. Tashmë Stefan Laze realizon vetëm punimet e traditës ose kazan bakri për prodhimin e rakis tradicionale. Megjithatë, dihet mirë që ky zanat vazhdon të vlerësohet aq më tepër për turizmin. Bakeri sa vete tani edhe nuk e përdori shumë në shtëpi, se ka dalë alumini, ka dalë inoksi, dolen këto. Po njerëzit ata që kanë çik si e duan e përdorin. Në fund të intervistës, ai flet me dhimbje për mungesën e artizanëve të rinj në punimin e bakrit, ndërsa dëshiron që kjo mjeshtëri të mos shohet në zonën e Dropullit dhe Gjirokastrës. Mësuesi veteran Kristofor Milori nga fshati Vrion i Bashkisë Finiq është një simbol i mbijetesës gjatë sistemit totalitar nga statusi i armik i popullit. Ai arriti të bëhet një edukator i nderuar i brezit të ri me një përkushtim të jashtëzakonshëm për arsimin. Milori u bë një figurë frymëzuese për shumë breza, duke kaluar përmes sfidave dhe periudhave të vështira, por duke mbetur gjithmonë besnik ndaj misionit të tij. Fshati Vrion në bashkinë e Finiqit mban besu për një histori të dhimbshme të familjes Milori. Aty ku në vitin 1946, sistemi totalitar përshkatoi para gjithë banorëve të fshatit një intelektual që ka studiuar në Greqi, babain e 2 fëmijëve. Njëri nga këta fëmijë ishte Kristofor Milori, tashmë në moshë të thyer dhe me kontribut të vyer në arsimin dhe edukimin e brezit të ri në fshatat e Burgut. Po si arriti zoti Milori të bëhej mësues, pasi pushteti i saj kohe kishte shpallur familjarisht si armik të popullit? Në vitin 1956, në fshatin ton, fshati ynë u vizitua nga Enver Hoxha. Edhe vëlla im atëre 16 vjeçar, vajti edhe e kapi atje Enver Hoxhën. Edhe Enver Hoxha i tha, ti i rinis, çfarë probleme keni? Kush më pjet mua për rinin? I tha vëlla im, unë jam njeri armiku të popullit. Dhe Enver Hoxha me njerë pa mbaruar vëlla im, i tha, kush ju tha juve që jeni armik të popullit? Po që kërkoni nga pushteti? Kërkojmë që dhe ne të shkojmë në për shkollat të ndryshme të Shqipërisë. Do shkonin dhe gjitha instancat e shkollave të Shqipërisë. Pasi jeni bërë mësues, keni vuajtur nga pushteti? Kam vuajtur sepse një 2-3 herë më përjashtuan. Rasti familjes Milori është simbol i rezistencës gjatë sistemit totalitar, por edhe i kontributit shoqëror, duke botuar një libër për historinë e fshatit dhe babait të tij. Dhe me këtë lajm kemi mbritur në fund të ditarit informativ. Dua t'ju bëj me dije se pas siglës përmbyllëse do të ndiqni një material të zgjeruar rrugëtim në fshatin Kolonjë. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë në takofshim.